ka ndodhur. A mund të llogarit koalicionin në votat e listës sërbska nëse hedhet në votim tash? Pasi që cili do konkludim është i gabuar. Cili do konkludim që po i tregoj tash është i gabuar sepse kërkush nuk ka bisedu, se nuk mund të dini çfarë përgjigje do të jetë nëse nuk pyetni. E para, e dyta, nuk e di, nuk mund të supozoj çka mund të ndodhet pasi që nuk kena biseduar hiç. A friksohen serb prej ushtrisë Kosovës? Disa herë është theksuar që në qënti nga anët të politikantëve Beogradit që kjo nuk është në interesin e Sërbëve, kjo nuk në nevojitet, në forme u kriju një përshtypje që si një lloj të them kërcënim fizik për Sërbët e Kosovës, prandaj kjo me siguri që ka një tash, nëse tash llogarisim ashtu qurim si nga ana jo si politikant, po do këtë sikur u kriju me kohë, u kriju frika. Po, u kriju frika. Kjo normal, kjo bëhet me një tendencë dhe politikanë që kam ma shumë eksperiencë, ata e mbyllin derin para se ta përpiqet të qelit. Dhe kjo ka ndodhur në këtë rast.